Jam në një nga pikat më strategjike të globit, në ngushticën e Bosforit, në zonën ndoshta më të ngushtë që lidh pjesën e Galata Portit me pjesën e Sultan Ahmetit, pjesën përballë. Në fakt, do doja të flisja pak për historinë e Bosforit dhe rëndësinë e madhe strategjike të tij. Sot nuk është ditë me diell, kur dielli është, Bosfori është i mrekullueshëm, shifeni. Është një ditë e zakonshme, por ndërkohë, domethënë ditë e vrenjtur, por ndërkohë anijet janë duke lëvizur në të gjithë ngushticën. Kjo është pjesa e bririt të artë. Pra shumë veta e ngatrojnë Bosforin në këtë pjesë kushtuar e Galatës. Kjo nuk është Bosfori. Kjo pjesë është pjesa e bririt të artë. Bosfori fillon këtu dhe vijon në këtë drejtim tjetër, në drejtim të urave që janë këtej, që janë në drejtimin e shkon për detin e Zi. Këtu është pjesa ndoshta më interesante, sepse është fillimi i kanalit të Bosforit. Kanali i Bosforit është një kanal i cili ka një gjatësi prej rreth, jam eksakt aty, një gjatësi prej rreth 31 kilometrash, ka një gjerësi kryesisht prej 700 metrash nga njëra anë në tjetrën, aty pra lëviz shkon edhe 1000 metra dhe ka një thellësi prej 130 metrash në disa nga pikat kryesore të tij. Këto janë të dhënat të paktën që qarkullojnë dhe është absolutisht pjesa më rëndësishme strategjike e globit së bashku me kanalin e Panamas dhe kanalin e Suezit. Rëndësia strategjike e Bosforit lidhet me faktin që ai është i vetmi kalim, pra kanali i Bosforit, për të shkuar në drejtim të detit të Zi dhe është pika kryesore hyrëse për Rusinë dhe Ukrainën për në detin Mesdhe. Sidomos për Rusinë, e cila ka pasur nevoja strategjike, po quaj ushtarake për të qenë Mesdhe, por natyrisht dhe për furnizimin e një zone shumë të rëndësishme dhe të madhe të Rusisë, dikur perandorisë ruse, Bashkimit Sovjetik dhe më pas Rusisë dhe Ukrainës. 40.000 anije kalojnë çdo vit në këtë pjesë të, edhe anijet që po vinë, 40.000 anije kalojnë çdo vit në kanalin e Bosforit, duke e bërë pjesën më të ngarkuar detare të botës, më shumë se sa kanali i Panamas, të paktën sipas të dhënave të ChatGPT-s, dhe padyshim një nga pjesët më të rëndësishme strategjike, sidomos në moment duke nisur nga mesi i shekullit të 19, kur hegemonia ose kur ambicjet ruse tentuan të shkojnë përtej thjesht, pra të shtrieshin drejt detit Mesdhe. Emri Bosfor vjen nga greqishtja e lashtë. Bosforës do me thënë ngushtic në pjesa kryesore, pra kalimi ngusht, dhe mban këtë emër që prej kohës antike. Në fakt, Bosfori është dhe, eksaktësisht ky që po shihni këtu, është dhe kanali i vogël që ndan Europën nga Azia. Historia e kalimit të tij është interesante, padyshim që mund të ketë filluar shumë më herët, por pjesa më interesante janë dy kalimet persiane, ai i Darit dhe ai i Xerxit të Persisë, të cilët rreth viteve 400 para erës re, kur ishin duke sulmuar, pra kur po vinin në drejtim të Vienës, për të kaluar kanalin e Bosforit, ndërtuan një urë, fillimisht Dari, prej rreth 1000 metra me anije të bashkuara me njëra tjetrën. Jo anije, po varka të bashkuara me njëra tjetrën. Këto varka të bashkuara me njëra tjetrën që lidhnin të dy brigjet u kthyen në urën e parë të improvisuar të Bosforit, pra 2500 vjet më parë. Kjo ishte ura e parë, mas ti ishe Xerxi i Persisë që ndërtoi një urë të tillë të madhe, ndërsa në kohët pak më moderne, po themi, Bosfori kujtohet në momentet e para të rënies Konstantinopolis dhe të emërtimit të Stambollit. Në atë kohë ishin Osmanët që në këtë drejtim, pas pinës time, ndërtuan dy kështjella që quheshin kështjellat e Rumelis, të cilat mundoheshin të merrnin kontrollin e plot të Bosforit. Por më pas, edhe pjesa interesante thash dhe një e anijeve, ndërsa më pas ata u afruan duke marrë të gjithë kodrën e pallatit Topkapis
zonat përreth dhe bririn e artë që shkon në këtë drejtim, dhe nga briri i artë në fakt ata hynë në drejtim të morën Konstantinopoljen. Ngushtica e Bosforit në të dy anët e saj është e ndërtuar, pra pjesa aziatike që po shihni përballë dhe pjesa europiane kjo që po shihni këtu, me fshatra të vegjël. Interesante është se njëri prej tyre mban emrin e Arnautkoj, pra cepi ose qoshja e shqiptarëve ose fshati i shqiptarëve, sepse është përbërë kryesisht nga shqiptarë dhe grek në kohën e perëndorisë osmane. Ka dy Arnautkoj në këtë zonë, është Arnautkoj i këtushëm, pra i Bosforit, dhe Arnautkoj në anën përballë që është Arnautkoj ku është ndërtuar aeroporti i Istanbulit, aeroporti i ri i Istanbulit. Të dyja bashkë quhen zona e shqiptarëve, qoshet e shqiptarëve, dhe janë shumë interesante si zona sepse janë banuar rregullisht nga shqiptarë. Bosfori, historia më problematike e Bosforit fillon në shekullin 19, kur Rusia filloi të kishte ekspansione, kishte interesa dhe donte të kishte një lloj ekspansioni në drejtim të Mesdhehut. Pikërisht për këtë arsye në fillim u vendos traktati i Londrës që i kërkonte perëndorisë osmane të lejonte kalimin e anijeve luftarake të fuqive të mëdha, Britanisë Madhe, Francës, Gjermanisë, Austrisë dhe Rusisë. Më pas, për arsye se Rusia ishte pa kënaqur, filloi lufta ruso-turke e famshme e vitit 1877-78, e cilat çoi në fakt në traktatin e Shën Stefanit dhe humbjen e Ulqinit për shqiptarët, ka qenë një nga dramat e shqiptarëve, ndërkohë po shihni mas pinës time kalimin, dhe në vitin 1923 Turqia e rifitoi të drejtën e Bosforit, pra kontrollit Bosforit, mbasi aleatët humbën betejën e famshme të Dardaneleve dhe rusët po ashtu u tërhoqën me Bashkimin Sovjetik në territoret e tyre. Në vitin 1936 u përcaktua traktati i parë i marrëveshja e parë, se thuaç, për kontrollin e Bosforit, dhe që në atë kohë Turqia dominon, duke pasur një fitim prej rreth 200 milion dollarësh çdo vit. Nuk ka fitim drejt për drejt, nuk ka taks, por Turqia fiton këtë përmes pilotimit, ndriçimit, shoqërimit të anijeve tregtare. Bosfori ndërkohë ka 3 ura që janë ndërtuar, ura e dëshmorëve, një prej tyre po e shihni mas pinës time, rreth 1500 metra e gjatë, ura e Sultan Mehmetit edhe ajo rreth 1500 metra e gjatë, e para është ndërtuar 73-shin, ndër të parat urat varura në Europë, e dyta është ndërtuar në 88-ën, dhe e fundit pak vjet më parë, rreth 20 ca vjet më parë, ishte ajo e Sultan Selimit, e cila është më e gjatë, është rreth 2000 metra. Ndërkohë, nën të është ndërtuar rreth 1400 metra tuneli i famshëm i Bosforit, i cili lidh pjesën e Sultan Ahmetit përballë me pjesën aziatike, dhe ai është rreth 1400 metra, shërben për metron, është një nga metrot më të thella në botë. Në 2 krahët e Bosforit, po ashtu janë ndërtuar disa nga vilat dhe pallatet mbretërore më të famshëm të perëndorisë osmane, disa prej tyre si Dolma Baçeja apo Çirigan Palasi ose konsullata egjiptiane, që ka qenë pallati veror i sultanit. Gjatë shekullit të 19, të gjitha ambasadat e huaja në Stamboll u vendosën kryesisht në zonën e Bosforit. Shihni tani trazimin e ujit që vjen nga anijet që po ecin, dhe për Bosfor mund të ecin anijet deri në 150 metra të gjata, po me shoqërime dhe me një procedurë të veçantë, ato mund të shkojnë deri në 300 metra dhe 10 metra thellësi, edhe pulbardat që janë ndër shoqëruesit e vazhdueshme të anijeve që kalojnë Bosforin, dhe edhe ura duket në sfond. Bosfori është pjesa ndoshta më strategjike që Turqia ka, por në vitet e fundit Erdogani ka hedhur idenë e ndërtimit të një kanali të ri prej rreth 50 miljesh, 80 kilometrash, i cili do ndërtohet në pjesën më në drejtim pra në pjesën europiane, po themi, të Turqisë, në mënyrë që të mos lejoj futjen e tankerave të mëdhej të naftës dhe anijeve të transportit në përngushtitjen e Bosforit dhe ta ruajë atë vetëm për udhëtime kryesisht turistike dhe komerciale, jo mallrash, por njerëzish. Pra praktikisht ky është, shiheni edhe një herë, ky është vendi më strategjik ose pjesa më strategjike e Turqisë dhe një nga vendet më strategjike të botës, ngushtica e Bosforit.